Dy plag në një divan, Labinoti, Benita dhe lotët që nuk mbahen me premtime. Ka biseda që nuk i përkasin spektaklit. Ato nuk janë për kamera, as për vota, as për lojë. Janë biseda që dalin nga thellësia e jetës, nga ato vende ku njeriu nuk aktron dot. Një e tillë ndodhi mes Labinotit dhe Benitës, një mbrëmje kur shtëpia e Big Brother Kosova u mbush me një heshtje që dhemte. Labinoti foli i pari. Zëri i tij nuk kishte asgjë nga ai toni i fortë që përdor zakonisht në debate. Ishte i butë, i lodhur, si zë njeriu që mban mbi shpinë një barë të padukshme. Ai tregoi për gruan e tij, për diagnozën e kancerit në gjë, për ditën kur e morën vesh dhe për frikën që i ul në mes të shtëpisë si mysafir i paftuar. Është sëmundje e rëndë, tha ai. Dhe u ndal. Fjalët nuk i dilnin më. Në atë çast nuk ishte më banor i Big Brotherit, ishte burr, bashkëshort, njëri i frikësuar për jetën e gruas që do t'rregoj për netët në spital, për herën e ilaçeve, për mënyrën si ajo përpiqej të buzëqeshte për ta qetësuar atë, ndërsa ai brenda po rrëzohej. Unë duhet me u bëj fort për të, po ndonjëherë nuk di apo ja dal, përshpëriti. Benita e dëgjonte me sy të mbushur. Fjalët e tij i prekën një plag që ajo e mban prej kohësh. Kur Labinoti heshti, ajo mori guximin të flasë. Edhe unë e kam vëllain e sëmur, tha. Është në Gjenev për shërim. Shtëpia u bë akoma më e vogël. Dy histori të ndryshme u takuan në të njëjtën dhimbje. Benita tregoi si vëllai i kishte kërkuar të mos qante, t'i premtonte se do qëndronte e fortë. Ajo i kishte dhënë fjalën, por lotët nuk i binden premtimeve. Më ka thënë, mos qaj për mua. Unë i thash po, por nuk i mbaj dot lotët, tha dhe zëri ju shua. Ata dy po flisnin për njerëzit më të dashur që luftonin me trupin e tyre diku larg kamerave. Për kancerin që nuk pyet për ëndra, për mërgimin që ta bën dhimbjen edhe më të madhe, për pafuqinë e atyre që duan por nuk mund të shërojnë. Labinoti e pa Benitën me sy të skuqur. Dhimbja jote është si e imja, i tha. Dëhër. E të dy nisën të qanin. Nuk ishte qarje e zhurmshme. Ishte qarje e qetë, e thellë, ajo lloj qarjeje që të pastron shpirtin. Banorët e tjerë u afruan ngadalë, disa u ulën pranë tyre, disa u larguan për t'u dhënë hapësirë. Askush nuk guxonte të fliste. Benita tregoi si e merr vëllain çdo natë në telefon, si mundohet t'i duket e fortë, si mbyll kamerën dhe pastaj qan vetëm. Tregoi frikën se mos një ditë merr një telefonat që askush nuk do ta marrë kurrë. Labinoti tregoi për flokët e gruas së tij, për mënyrën si ajo e mbante dorën gjatë kimioterapisë, për shpresën që përzihet me frikë çdo herë që mjeku thot një fjalë të re. Ato dy rrëfime u bën një. Sëmundja nuk kishte më emra, kishte vetëm njerëz që duan të jetojnë. Në atë divan u kuptua se sa e vogël është loja përballë jetës reale. Big Brother u zhduk për disa minuta. Mbetën vetëm dy zemra që mbanin nga një kryq të rënë. Benita i tha. Ne këtu dukemi të fortë, po jashtë kemi njerëz që luftojnë më shumë se ne. Labinoti pohoi. Ka momente në Big Brother Kosova kur dritat e forta, kamerat dhe loja zhduken. Kur mbeten vetëm njerëzit e vërtet, me plagët, mallin dhe historitë e tyre. Një natë e tillë ishte ajo kur Benita dhe Labi u ulën përballë njëri tjetrit dhe nisën të qanin si dy fëmijë që kishin mbajtur shumë brenda. Gjithçka nisi qetë. Banorët po flisnin për familjet, për jetën jashtë, për sakrificat që i kishin sjellë deri aty. Benita po dëgjonte në heshtje, me sytë e humbur diku larg. Askush nuk e dinte se brenda saj po zgjohej një mall i vjetër, malli për vëllain e saj që jeton në Gjenev. Ajo e përmendi emrin e tij me zë të ulët, sikur po i friksohej vetë fjalës. Kam vite pa e përqafu si duhet, tha. Aty zëri ju thye. Lotët i erdhën pa e pyetur. Labi, që po rrinte pranë saj, e ndjeu menjëherë peshën e atij rrëfimi. Edhe ai kishte plagët e veta, edhe ai dinte çfarë do të thotë të kesh ditë larg, të flasësh me të vetëm përmes telefonit, të numërosh ditët deri në takimin e radhës. Qaj Benita, qaj, i tha me butësi. Dhe bashkë me të nisi të qante edhe vetë. Ishte një skenë që e ndaloi shtëpinë. Banorët e tjerë u tërhoqën në heshtje, duke kuptuar se aty nuk kishte vend për batuta. Kamera kapte dy njerëz që nuk po luanin më asnjë rol. Benita filloi të tregoj për vëllain e saj në Gjenev, për ditën kur u largua, për aeroportin, për përqafimin e fundit.
Tregoj si e ka parë të rritet nga larg, si I ka humbur ditëlindjet, si I dhem fakti që nuk është pranë tij në momentet e rëndësishme. Kur e shoh në video thirrje më duket sikur po e prek, po nuk është e njëjta, tha ajo mes lotësh. Labi e dëgjonte me kokën ulur. Fjalët e saj I prekën një tel të fshehtë edhe brenda tij. Ai nisi të flasë për familjen e vet, për netët kur njeriu bën të fortin, por brenda është I coptuar. Lotët e tij nuk ishin vetëm për Benitën, ishin edhe për veten. Ata dy u bën pasqyrë e njëri tjetrit. Sa më shumë fliste Benita, aq më shumë qante Labi. Sa më shumë qante Labi, aq më e lirë ndjej ajo të nxirrte. Dhimbjen jashtë. Në atë divan u përplasën dy histori mërgimi. Historia e mira familjeve shqiptare që jetojnë mes dy vendeve, mes dy zemrave, mes dy kohëve. Gjeneva për Benitën nuk ishte thjesht një qytet, ishte simbol I largësisë. Ajo tregoi si I ruan mesazhet e vëllait, si fle shpesh me zërin e tij në telefon, si ka frikë se koha po ua ndryshon raportin. Kam frikë mos një ditë s'do kemi më çka me fol, pëshpëriti. Këto fjalë e thyen përfundimisht edhe Labin. Ai e përqafoi fort, si të donte ta mbronte nga gjithë dhimbja e botës. Banorët që po I shihnin nga larg u prekën. Disa fshin syt, të tjerë ulën kokën. Big Brother për herë të parë nuk dukej si spektakël, por si dhomë rrëfimi kolektiv. Biseda vazhdoi gjallë. Benita tregoi ëndrrën e saj që vëllai ta shoh një ditë krenar për të, që kur të dalë nga shtëpia të shkojë drejt në Gjenevë dhe ta përqafoi pa folur asnjë fjalë. Labi I premtoi se do jetë pranë saj deri në fund të këtij rrugëtimi. Mos ki dert, nuk je vetëm këtu. Dy plagë në një divan, Labinoti, Benita dhe lotët që nuk mbahen me premtime. Ka biseda që nuk I përkasin spektaklit. Ato nuk janë për kamera, as për vota, as për lojë. Janë biseda që dalin nga thellësia e jetës, nga ato vende ku njeriu nuk aktron dot. Një e tillë ndodhi mes Labinotit dhe Benitës, një mbrëmje kur shtëpia e Big Brother Kosova u mbush me një heshtje që dhemte. Labinoti foli I pari. Zëri I tij nuk kishte asgjë nga ai toni I fortë që përdor zakonisht në debate. Ishte I butë, I lodhur, si zë njeriu që mban mbi shpinë një barë të padukshme. Ai tregoi për gruan e tij, për diagnozën e kancerit në gjë, për ditën kur e morën vesh dhe për frikën që I ul në mes të shtëpisë si mysafir I paftuar. Është sëmundje e rëndë, tha ai. Dhe u ndal. Fjalët nuk I dilnin më. Në atë çast nuk ishte më banor I Big Brotherit, ishte burr, bashkëshort, njeri I frikësuar për jetën e gruas që do tregoj për netët në spital, për erën e ilaçeve, për mënyrën si ajo përpiqej të buzëqeshte për ta qetësuar atë, ndërsa ai brenda po rrëzohej. Unë duhet me u bëj fort për të, po ndonjëherë nuk dia po ja dal, pëshpëriti. Benita e dëgjonte me sy të mbushur. Fjalët e tij I prekën një plagë që ajo e mban prej kohësh. Kur Labinoti heshti, ajo mori guximin të flasë. Edhe unë e kam vëllain e sëmur, tha. Është në Gjenevë për shërim. Shtëpia u bë akoma më e vogël. Dy histori të ndryshme u takuan në të njëjtën dhimbje. Benita tregoi si vëllai I kishte kërkuar të mos qante, t'i premtonte se do qëndronte e fortë. Ajo I kishte dhënë fjalën, por lotët nuk I binden premtimeve. Më ka thënë, mos qaj për mua. Unë I thash po, por nuk I mbaj dot lotët, tha dhe zëri I u shua. Ata dy po flisnin për njerëzit më të dashur që luftonin me trupin e tyre diku larg kamerave. Për kancerin që nuk pyet për ëndra, për mërgimin që ta bën dhimbjen edhe më të madhe, për pafuqinë e atyre që duan por nuk mund të shërojnë. Labinoti e pa Benitën me sy të skuqur. Dhimbja jote është si e imja, I tha. Dëhër. E të dy nisën të qanin. Nuk ishte qarje e zhurmshme. Ishte qarje e qetë, e thellë, ajo lloj qarjeje që të pastron shpirtin. Banorët e tjerë u afruan ngadalë, disa u ulën pranë tyre, disa u larguan për t'u dhënë hapësirë. Askush nuk guxonte të fliste. Benita tregoi si e merr vëllain çdo natë në telefon, si mundohet t'i duket e fortë, si mbyll kamerën dhe pastaj qan vetëm. Tregoi frikën se mos një ditë merr një telefonat që askush nuk do ta marrë kurrë. Labinoti tregoi për flokët e gruas së tij, për mënyrën si ajo e mbante dorën gjatë kimioterapisë, për shpresën që përzihet me frikë çdo herë që mjeku thot një fjalë të re. Ato dy rrëfime u bën një. Sëmundja nuk kishte më emra, kishte vetëm njerëz që duan të jetojnë.
Në atë divan u kuptua se sa e vogël është loja përballë jetës reale. Big Brother u zhduk për disa minuta. Mbetën vetëm 2 zemra që mbanin nga një kryq të rënë. Benita i tha: "Ne këtu dukemi të fortë, po jashtë kemi njerëz që luftojnë më shumë se ne." Labinoti pohoi. Në shtëpinë e Big Brother Kosova ndjenjat nuk lindin ngadalë si jashtë. Ato rriten me shpejtësinë e ditëve të mbyllura, të netëve pa gjumë dhe të kamerave që nuk falin asnjë dridhje qerpiku. Për Limin, kjo përvojë ka marrë fytyrën e Dolces. Një fytyrë që në fillim ishte thjesht shoqëri, pastaj kuriozitet, e sot është bërë qendra e mendimeve të tij. Të gjithë e kanë vënë re ndryshimin. Limi javëve të para ishte i qeshur, i lirë, me batuta për këdo. Limi i ditëve të fundit është më i heshtur, më i menduar, sikur brenda vetes mban një bisedë që nuk mbaron kurrë. Sa herë Dolce hyn në dhomë, ai drejtohet pa vetdije nga ajo. Kur ajo qesh edhe ai. Kur ajo mërzitet, fytyra e tij errësohet. Dashuria në Big Brother nuk troket, ajo të zë në prit. Gjithçka u bë e dukshme mbrëmjen kur Limi nuk mundi më ta mbante brenda atë që ndjente. Ishin vetëm në kuzhinë, larg zhurmës së të tjerëve. Dolce po fliste për diçka të zakonshme, por ai nuk po e dëgjonte me vesh, po e dëgjonte me zemër. Në një çast heshtje ai i tha: "Je shumë e mirë." Nuk ishte thjesht kompliment. Ishte rrëfim i zhveshur, pas bukurime. Dolce e pa e habitur, me një buzëqeshje të lehtë që përzihej me hutim. Ajo e kuptoi se ajo fjali mbante më shumë se 2 fjalë. Prej asaj nate, mes tyre u krijua një botë e padukshme. Një afërsi e vogël në divan, një prekje e shpejtë kur kalonin pranë njëri tjetrit, biseda me zë më të ulët se zakonisht. Shtëpia e ndjell menjëherë. Në Big Brother asgjë nuk fshihet, edhe heshtja ka mikrofon. Banorët nisën komentet. Disa me humor, disa me thumba. Olta e vështroi Limin me atë buzëqeshjen e saj hetuese, Arditi hodhi batuta për dashurinë e re, ndërsa të tjerët vetëm vëzhgonin. Por askush nuk e dinte çfarë po ndodhte vërtet brenda tij. Sepse drama më e madhe nuk po luhej para kamerave, po luhej brenda shpirtit të Limin. Ai e donte pranë, por kishte frikë ta pranonte hapur. I trembej refuzimit, i trembej talljeve, i trembej faktit që ndjenja e tij mund të bëhej temë pri. Mei, në një bisedë me një nga djemt, ai tha: "Nuk kam ardhur këtu me ra në dashni, po më ndodhi pa më pyet." Kjo fjali ishte portreti i tij i vërtet. Dolce nga ana tjetër qëndronte në një vit të hollë. Ajo nuk e largoi, por as nuk i hapi plotësisht derën. E pëlqente vëmendjen e tij, sinqeritetin e thjesht prej djali pa maska, por e dinte se brenda asaj shtëpie ndjenjat rriten më shpejt se sa mund t'i mbajë njeriu. Netët u bën më të vështira për Limin. Ai e shite Dolcen duke folur me të tjerët dhe xhelozia i përvolonte kraharorin. Përpiqej ta fshite me shaka, por sytë e tradhtonin. Dashuria e bën njeriun të brisht, dhe ai po bëhej gjithnjë më i tejdukshëm. Një mbrëmje, teksa po rrinin në obor, Dolce i tha me gjysmë zëri: "Mos u lidhe kaq shumë me mua, Limi." Ato fjalë e goditën më fort se çdo debat. Ai buzëqeshi, bëri sikur nuk ishte asgjë, por atë natë fjeti vonë, duke vështruar tavanin dhe duke pyetur veten pse një ndjenjë kaq e bukur mund të dhemte kaq shumë. Publi.